Nana ka me të prit, thot Alis Kallaçi, dhe jam I sigur të thoj me shumë zë në skenën e festivalit Evropian të këngës në maj. Një përfaqësim dinjitos, një vokal fantastik, një djalë premtues, shkodran katërsipërisht I talentuar, dhe ne që tani, që shumë herët, jemi të emocionuar për performancën e tij me 12, mos gaboj, me 14, më falë, me 14 maj, se 12 është gjysmëfinale e parë. Me ne, Alis Kallaçi. Njërë se u gjeta, njërë se u gjeta, kënaqësi për mu, se u kënaqa pa fillu hala. Edhe ne, Ju të shpinë dhe I gjithmoni mirë prit. Dhe duke ditur që është viti yt apo jo, e konsideron të tillë? Po, e konsideroj. Dhe më thanë, ka kënë një vit jashtë masit I marë, edhe dhe më thanë dinamikat e këti viti kanë kënë kështu, nuk e di, edhin, përjetim vetë, më duken sikur kanë kalu 10 vite vetëm me këtë vit që kanë ovë. Kanë kalu shumë gjana dhe jam, nuk e di, njëm jashtë masit I lumtur. Fantastike. Po I thosha pak më parë se dua ta ndaj atë çka ne po diskutonim edhe me publikun. Se sa herë që themi art, shkojmë në Shkodër, sa herë themi Shkodër, kemi shkuar me art aty. Si është e mundur që ndër gjithë artistët nga Shkodra, por dhe në profilet të tjera, ti shfaqi një përullësi në daljet e tua publike, se ku je pak nga Shkodra, ke dhe një burrje në vetvete, apo ka mund gabuar këto? Po, atë e kena ne pak. E kena tonin ne atë. Besoj vjen dakord edhe. Po, Syrian. Se s'po më shef në sy, prandaj po them. Mundohet të mos me për mos ndërhyr. E kena pak, por që është ideja që se ta kem, domethënë, mënyrë të bërtitën kur thjesht ne po bëjmë një punë që nuk mund të jetojmë pa atë, dhe është gjatë përditshme, nuk mund të rrim. Më kupton? Është gjatë që ne E dhe, ma dhe përgjigjen që prisja. Mirë. Jam shumë I lumtur, Alma mos e bëjmë këtë pyetje. Jo, unë do, kur shoh raste si Alis, gëzoj. Alis, si është kjo periudhë për ty? Kjo është... Se e di që I në periudhën e pre-party, disa vizita në disa vende, kur them vizita performanca, praktikisht, përgatitjet për performancën e Eurovision, patjetër duhet t'jesh edhe për mediat shqiptare nga dishmërisë siç është biseda jonë, sepse duhet promovimi mjaftueshëm për materialin, edhe performancën. Da më thënë, përveç anër që, për te anër që po them lidhje me Eurovisionin, është edhe anër të pjesa e procesit se si, da më thënë, lidhen punë, se si janë mërpa skenat, se si është përgatitja, e tjera, e tjera. Edhe kjo pjesa tjetër ishte komplet, da më thënë, qershia mbitort. Por absolutisht ka dhe një përgjithësi jashtë maset madhe, duke marrë parasysh që si gjithë kusht tjetër, unë du të bëj ma të mirën teme, ose du të bëj ma tepër se ma të mirën teme. Nuk mjaftohem me pak, edhe përgatitjet absolutisht që kanë atë nevojnë, ose du t'i japësh atë energjin e tepër që të bësh maksimumin. Ashtë pak periudhë shumë e ngarkume, por që shpresoj dalin ashtu si që... Kemi shumë shpresë, absolutisht. Dhe kemi varur shpresat tona tek ti. Po mos më stresoni mu. Jo, nuk të stresoj, jemi të përgjithësve. Madje këtu mund të provosh dhe pjatat e Florencës, që nuk ndodhët në studio. Okej, nice. Alis, ke patur një dridhje duarsh, e ke thënë vetë këtë, në dalit e para për të kënduar. Gjë që nuk ndodhë më tani, se me këtë këngë duket si kur zgjodhe t'i dridhësh zemrat nënave shqiptare. Absolutisht, dhe më thonë, kjo është komplet e vërtet. Kjo ka në X Factor. Dhe më thonë, unë e morra atë iniciativen që do marrë pjesë, dhe nuk e di se si do ndodhin, por do marrë pjesë. Dhe më thonë, nuk isha asnjë lloj pritshmërie se ku jam unë, dhe më thonë, artistikisht, dhe më thonë, sa I gatshëm jam unë që dalë të përballem me skenën, me publikun e tjerë. E morra përsipër, dhe në realisht, dhe më thonë, pak, si të them, pak para se të filloshin këto audicionet e fshetat e X Factorit, unë realisht nuk mu isha me kënu, dhe më thonë kënoja me dur mrapa. Kjo ka kënë realisht ajo që ka ndodhë. I baje duart pas? Po, duart komplet mrapa se thosha, të thëmë qa kjo mu. I pasigur. I pasigur, edhe unë mundosha me kamuflu ma sa kisha mundësi, edhe t'jemi sinqert, t'jemi komplet I sinqert, kur natën e parë të festivalit, mu këthy prapë. Vërtet? Nuk e di si. Atin, ishte edhe hera por që po e kënosha këngën live, sepse kisha marrë dhe përqafimin e publikut, njerëzit po tregoshin adin impaktin e tyne, po mvishin mesazhe e tjera, dhe dhe më thanë, mu këthy si një lloj përgjegjësie që dosha të bëj prapë më të mirën që mos t'i la poshtë ato njerëz që realisht e doshin këtë këngë. Edhe vetëm atë ditë, dhe më thënë, e kam përjetu në fillim strofes, thosha, mos, mu këthy, qa po ndo, por sinqerisht është një emocion që
kur përjeton atë lloj emocionit, nuk di si të përshkruaj. Ajo është pjesa më e bukur. Ose mendojnë që artisti kur përjeton këtë lloj emocionit mund t'japin 10 fishe më tepër tek publiku. Është sinqert. Nuk po mundohet ta japësh ose ta aktrosh bukur të del vedit. Edhe mendoj që ajo është pjesa më gjenuine që ti t'jepsh emocionin, edhe ajo ndodhi natën e parë. Sa mirë. Dhe shpikisht ky emocion që e bën performancën vokale, pavarësisht të sakt teknikisht, por edhe emocionuese, sepse ka zëra, po s'ka emocion, dërsa ti i ke të gjitha komponentet. Dhe mendoj që meriton atë skenë më shumë se kushdo tjetër, paktën këtë vit. Alice, unë e di që kjo periudhë është jo po skenografia, jo po performancat, jo po këndët e kamerave, ca plane që dërgohen në vendin pritës në Vjenë, dhe besoj ju si ekip i keni bërë. Çfarë mund zbulojmë për performancën që ne dëshojmë në Eurovision? Me sa mund të thuash? Po pra, jam të mundu që mos t'lan namë, mos t'jap direkt atë që s'thuhet. Atëherë, se s'du të rritu të përsërit, atëherë nuk do jetë e njajta, absolutisht. Do jetë e njajta si në festival. Kostumografia e bardha po e zezë, veshja. Ke bo pyte më të rëndësishme. Po e jo mirë festivali, po dhe mirë, e lëm veshjen. E lëm e pak veshjen, sa shumë rëndësishme. Do ruhet rotacioni i kamerës, a i plani që? Ndoshta, por po them, që ndoshta s'jam vetëm. Ndoshta s'jam vetëm. Po prap, mund të ndrojnë dinamika, sepse deri në maj që nuk ndodhë. Nuk duhet ta bëj atë pyetje, sepse kam dyshimet e mia, po s'duhet ta bëj si pyetje. Mendoj që publiku e kuptoi për çfarë mund të bëhet fjalë. Do ishte shumë bukur, realisht, ta lejo se ta themi. Një gjë është e sigurt që afër teje do jetë e dashura e zemrës, apo jo? Po ka botan e tekst më? Është e bukur. Kuko, mos me kanë. Funksionon mirë edhe në art si bashkëpunëtor, edhe në strehën e dashurisë. Absolutisht. Duke lënë më njanë shumë egon personale, se dhe kjo e bën shumë të bukur. Si funksionon dyshja juaj? Si funksionon? Realisht, në qofë se mund të them si funksionon, i bjen që ne të kishim diçka me paramendim. Kjo ka kënë, da më thënë, komplet... Ndjesi. Ndjesi, po, absolutisht. Çdo gjë ka në po plan, komplet kjo rrugë, da më thënë që ne po ecim hap mas hapit me njëri tjetrin, nuk e di, jena krah për krah. Edhe, sinqerisht, komplet, si tek pjesa e procesit këngës, si tek pjesa rrugë që absolutisht nuk kush e priti, se po jena këtu sot, për me folë pikërisht për këtë temë. Ka kanë çdo gjë e po përgatitën, vetëm emocioni pasër që thjesht i besoshim kësaj këngët. Edhe, si që kam thënë edhe herët e tjera, kjo këngë na morri jo vetëm ne 2 muaj dësarën, po na ka marrë komplet si skuadër me vedi që mi ndjek rrugën e saj, edhe kështu po vazhdojmë pra për momentin. Por sinqerisht, kjo lloj bashkëpunimit me Desarën, nuk e di, përveç tekstit që jam absolutisht mirënjohës, është edhe që Desara është një person që nuk lodhet. Nuk e di se si adel. Nuk lodhet. Adin, se unë jam pak i... I lodhë shumë. Okej. Jo shumë. Po, që se kemi këtu sot mund t'ja thuash në një më falë. Po ja thamë, okej. A pas më falë? Se kena afer. Pas se justifikon besoj. As i dali televizionë. Absolutisht, jam mirë njës. A di që qëfar mund të justifikon të qmimi parë? Okej. Në vend të parë në Eurovision. Aty s'kam nevoj me thamë fali, bëj kështu. S'ke nevoj. Të thotë i gjithë Shqipëria na falë. I thotë i gjithë Shqipëria. Alice, flasim pak për raportet me përfaqësuesit e shteteve tjera. Kam parë që ti ke performuar në Bullgari në finalen kombëtare. Po. Një marrëdhënie mirë me Aiden, që është përfaqësuesi i Maltës. Dara Bullgarisë. Ashtu kam parë disa video që ti je misuar me gjithë përfaqësuesit. Cilën nga këngët e shteteve të tjera, si vjetë konkurruese në Eurovision, do veçojes si një këngë që ti e dëgjon të pëlqen? Për të shoqëri, po, absolutisht. Se nuk kuptojnë ata bullgarët as. Absolutisht. Varet, thuti. Do. Por që jo, realisht, absolutisht e vit, ose mund tjetë edhe fakti që unë jam pjesë e kësaj dhe nuk arrit të dalloj dot, sepse më duket sikur këtë vit janë komplet këngët ndryshe, edhe kur du të them ndryshe janë tana unike, edhe secila për ty në ka një lloj dinamike që sinqerisht nuk di të them kjo këtu.
Adin, nuk mund të arriti dhe gishtin, thjesht mund t'jetë një playlist që i një ta në një loj, edhe kam të njajten ndjesi kur i të gjoj. Por absolutisht janë disa, për shamull, si që përmani, ka nga Edinit, është masit e burin, i James Bond, është komplet e tilë. Dara, Bangaranga, Banger. Edhu janë fanë si Banger. Absolut, është energji më këshu, si i thëmë ne, tritol. Moldova. Energji Satoshi, ka super energji edhe në skenë ka nga është, janë pa fund, dhe me thonë, Greqia, etjere, janë tana që Finlanda po ashtu që ka, dhe me thonë, vokali ati mretit është. Por edhe violina asaj mbretit. Edhe violina asaj, absolutisht. Po në fokusom të zanit. Sigurisht, gjithmonë, aty është kompeticion. Janë shumë këngë bukra, realisht. Janë shumë këngë bukra, janë ndryshme dhe absolutisht edhe vetë këngëtarët, nuk e di, por më duket këtë vit janë tanë shumë friendly, janë tanë të hapun edhe sikur tanë kanë atë energjin që kanë ka harmoni. Që Shqipëria është fituese. Se dhe jo, më kam një pyetje. Kushdo që gjon këngën, edhe kushdo që ka një marrëdhënie të veçantë me nënën, dhe sidomos kur e ka larg, përlotet me gjithçka është shkruar dhe është kënduar aty. Po babi nuk mërzit? Që tha, prit një sekundë se edhe babi larg sa nënën e ke. Babi thët tanë kanë qysh se kam fitu festivalin, thët i fjallë. Po gjithmonë të qesa, super sportiv. Më shef, thët, pa mirë më se babi ka dhe djallë. Këthejo me herë sy ka unë. Bënë vitin tjetër thët për babin. Apo bënë vitin tjetër për mua? Bab. Ka të drejtë Ta di se baba, po për hamar babi thëmë vetë. Prit mërë burë dhe pak se e ka rrallë mami. Pa mirë, ma mirë. Si qëtë babi, Alice? Babi e ka emrin Gjelal. Gjelal, mirë. Unë i thëmë Gjel. Unë i thëmë Gjel, edhe tonë kohën i thëmë hamar shok. Shumë thret, shoku jenë. Hamar shok, shiko. Ti, Alice, këngë bab s'ke bërë akoma. E ke në dorë në qëse do t'a bësh. Vitin tjetër. Këngë si ke dedikuar e dim, por a i ka dedikuar ty diçka. Ama. Ndjekim zotin Gjelal. Përshëndetje Alma Sirian. Duke përfitu nga ky video mesazh surprizë, dëshiroj të shpreh Alisit urimet e mia më të mira për realizimin e këngës në mënyrë sa më saktë, plot të kish me dinjtë. Për vetë mesazhin e fuqishëm që përcjell ky këngë. Alice, jam këtu te studia jote, kush unë shumë shpesh i bi motive të këngës tënde. Dhe prej këtu dëshiroj të shpreh kënaqësinë edhe entuziazmin tem për arritjet e tuaja deri tashme. Dhe gjithashtu të uroj suksesin vazhdim në rrugën e bukur të këngës, Mordiali dhe shoku jam. S'ka mundësi. Dhe këtë e ka bërë në ditën e tij të lindjes. Ka ditë lindje babis? Ka ditë lindje. Edhe i qind të zotit Gjelal. Kam rast me i thanë edhe i qind, babit. Kam rast me i thanë edhe i qind, edhe du t'i thëmë faleminderis që nuk ka kënë vetëm prind, po ka kënë tanë kohën, shoku e mingushtë. Edhe i qind mërë, shoku e... Tani siguroj këngën vitin që vjen. Edhe me këtë... Ma bleu. Ma bleu. Te që ka të sigurt. Tekstin a duhet vetëm. Vetëm tekstin. Desar, edhe i herë, s'ke qa banë. Fantastike. Kjo ishte super surprizë. Me duat të dili pak e titulli këngës, edhe ajo energjia familjare. Tamë me qënë se babi s'ka dalë asnjëherë në media, të të përshdeset, tamë... Që ka nollë me këto dyma. Jo, unë habitem se realisht ka jetë, më pësmi nisin mu videot. Po kanë fillu të shti, nuk kanë ma as tur pas i lejgjë. Janë prindrit e fituesit të Eurovisionit. Manifestojnë bashkë, lutem dalin këtu. Pastaj do i shtosh ca kosto vëndit, se jo po arena, jo po më thetash, por ta zgjidh qeveria këtë. Ti sill çmimin dhe trofeun. Po mundon, po kënë mirë. Mirë, ato të kërkojmë. Gjithë dhe për performancën më duhet do kemi titra në anglisht gjetje, dhe të përgëzoj për këtë. Se të shalë kjo ishte pjesa që thash po kursej, por që po. Do ketë titra në anglisht që pam këtë videoklipi, apo jo? Do të ketë sepse të them të drejten, kjo ka kanë edhe një pjesë që nuk mu ishim për me lanë mrapa, duke marrë parasysh realisht kam pas jashtë masit shumë mesazhe për posë shqiptarve, ishin edhe për te Balkanit që unë realisht u habita dhe më thanë se si edhe pjesa tjetër si për Balkanit që mendosha që nuk janë aq familjar me pjesën e migracionit, me lëvizjen jashtë, por që mënyrë se si po e përjetoshin, mesazhet që kam marrë, janë atë rastet që kishin ardhur në disa prej parti për shteteve të ndryshme për më ardhmë më folë, për këngën pikërisht, për mu ishte crazy. Edhe absolutisht që nuk mu isha për me lanë mrapa, pa i dhanë komplet atë
kuptimin edhe mesazhin në mënyrën më thjesht mujtën që ta perceptojnë ose ta ndjejnë një lloj siç e ndjejmë edhe ne. Edhe kjo u kthy një mast që do të mu bë se s'bën. Italia bënte një kohë, që se italisht nuk flasin një pjesë e mirë shtetet e Evropës, dhe si vjet Shqipëria vjen me një titrim të bukur, interesant, që mesazhi të mërrit tek masa. Alis, pyetja ime e fundit, Alis sot kaq pranë fitores, kështu po e quajmë. Dhe çfarë i thot Alisit 5 vjeçar që përpara se të fliste mësoi të këndonte? Një gjë i tham Alisit 5 vjeçar, po ja tham edhe tash. Një problem kam. Harroj me bë qef. Këtë s'duhet ta harrojmë shumë prej nesh. Harroj shumë me bë qef, vetëm këtë. Çdo gjë që ke dashur do ndodhin. Liroj pak franët. E vetmja gjë, shijoje pak më tepër, asnjë gjë tjetër, vetëm shijoje. Liroju pak. Duhet ta bësh, Absolutisht. Një pyetje e fundit nga ana ime, ke komunikuar me përfaqësuesit e tjerë, Ronela, Eneda Tarifa, Albina Këllmenti, gjithë përfaqësuesit e Shqipërisë në Eurovision, çfarë kanë thënë? Kam fol me pothuajse të gjitha dhe kam edhe rastin t'i falenderoj se janë të papame, domethënë. Pjesa më e rëndësishme që po shoh sot, sepse më përpara ishte herët edhe nuk e disha si funksionon etj. E vetmja gjë që më kanë thënë që është jashtë maset e vërtet, sot që po flasim është që kjo që thash pak më përpara. Mundohem ta shijoj me sa kam mundësi. Por ta shijoj deri në atë mas që nuk la mrapa punën, absolutisht. Ta shijoj mjaftueshëm sepse absolutisht kjo është një eksperiencë që një herë ndodhë dhe është eksperiencë komplet ndryshe. Edhe të bëj maksimumin. Dhe merri më të mirën. Mi marrë më të mirën njësë. Shqiptarëve, por jo vetëm, do jenë tek Alis me 14 maj në gjysmëfinalin e dytë. Finale kemi të garantuar, kjo është pak për sigur, të shojnë teksa do bëj paradën e flamurit edhe të flamurit shqiptar, presim rezultatin më të mirë. Shumë falenderoj. Edhe të presim me fitoren të vish në këtë Nga Shkodra elektronike të Alis Kallaçi, në vitin tjetër Eurovisionin në Shkodër, në Gjuadol. Në Gjuadol do bëjmë njare. Ishte Alis Kallaçi me ne. Shumë falenderoj. Shumë falenderoj. Jemi pas pak, qëndroni me ne.